me fyë Ramush Haradinin, Daut Haradinin, Nasim Haradinin, Fatmir Limen, Hashim Thaqin, Kadri Veselin, për besë, unë aty një thamë nuk e në gjak shqiptari, po të thamë publikisht. Përshëndetje në të dashur, mirë se veni të dargjerë në analizë. Shkojnë e në radhës, ki zotnin nuk për njofë, që pas ka emni kë, Ridvan Tahiri. Inderum, përshëndes nga Oslo, ti po folë shumë mirë, ty zotit rujt, ti mirë e ki. Ata që ofendojnë, ata që shojnë. Unë së mëna me thonë nuk e në gjak shqiptari, po nuk është mirë, se nuk është gjak shqiptari, është fjallë e madhe, e para, e dyta. Ku kje mërë buri dhe kërë e qujshin në Albin Serbia? S'pat njës për di ku shje, po pëse s'dole me folë për para? Kërë e qujshin në Albin Serbia, pëse s'dole me folë kërë thëshin do të me dalë me ngrejtë zvarë në përpishtin Albin Kurtin? Dësh me konin dy anë shumë ndërum, jo vesh një anë. A është mirë ofendimi? Absolut që nuk o mirë. S'ka diskutim, pa marë parasysh cilës parti plotësisht pajtona me ty. S'ka diskutim. Shumë respekt. Amo, me dalë mi mbrojt ta që i përmene ti, komandantat, mos me mbrojt kryeministrin, këtu s'po pinu i diçka ndërum. Këtë jemi njerëz. Këtë ka njëftu për atë vend. Dikush burge, dikush lufte, dikush ton ka pak. Kush sa ka mujt. Po me mi dalu, veç komandantat, e jo kryeministrin, e deputet tjerë, dyshysh nuk është e mirë. Për këtë arsye, Ridvan më shtini me po këtë video, për jap mendimin tem si kur ti që ka dhënë tonë. Mirë, por nuk po anoj, unë po thomë, sikur komandanta që po fyën, sikur kryeministri që po fyët, por asë njënë nuk është mirë. Amo, kur të mjellë diçka, kur, pa marë parasysh se e komandant. Jo ti, po kush do të qoftë. Sepse, mi thonë që te i përmenë Ramush Haradinin, Ramush Haradina nuk jetë shkosh kryeministrit, ti e serbist, ti e rus, ti e serbist, ti e pro-rus. Edhe grunë e ti e përmenë. Thot gruja jote përmenë për Rusi, për Serbi, në falë. Gruja jote Serbi. Kjo është e ligë. Kjo është e dopt. Albin Kurti është kryeministër, jo gruja tina. Nuk kanë pse merren me gru tina. As me gru të ati tjetërit, as të ati. Pa marë parasysh. Në s'këm po asë të erin të rumë që e dali ke bojë një kritik për kryeministrin. Nuk ka nevoj që, nuk ka problem që nuk je vëvës. A politikës, a politikës. Që ta shpedi që je me akën. Por, kur të mbroj shefin ton, do shme mbroj të tjetërin. Kur është puna të ofendimi. Kjo, nërësh nuk ka logjik. Se nëse del të imbronë vetëm komandantat, e këta tjertë, së në kur gjo, atërë s'ka efekt. Shkuna miq? Me thy politikisht. Kjo s'pe njof, nuk e di. Hajnë, që kanë zakon shqiptarët, me thotë dikoj hajnë, ta e di se që ka vjellë. Jo, ndërum, jo. Nuk thotë kërkush hajnë pa vjellë. Nuk vje shumë keq. Jo, Allah, pa dalë tim aty, kërkush nuk thotë hajnë. Se ku del tim, diçka t'jeget. Ne dim tonë. Pse s'pjetën Albin Kurtit hajnë. Jo, ka dalë. Po mi shujt tradhtarë, mi shujt kriminal, për zotën kjo është e patëlërueshme. Këtu plotësisht pajtona me ty. Absolut. Pajtona me ty, kjo gjuhë është
degraduese, degeneruese nuk bën. Edhe se a kanë bo dom, nderuam. Ti di shumë mirë që kanë bo dom. Shumë. Se më dhon 8.200 hektar, po folim as i kemi allkën. Apo tash aleonca qysh e kanë ndruar, nuk e di. Është krim. 8.200 hektar me hiq cop pe sofrës tonë, me anë diku tjetër, për pikë qefi është krim. Me afoni kompanis 50 milion për pikë qefi është krim nderuam. Njerëz që janë në fosën, pra po thom, a mirë më ofendu, absolutikisht nuk pajtona asune. A kanë bo sene për me ofendu? Kanë bo. Po ne nuk bon me hinë thes me dikon që i bon diçka. Sepse Ramosh Haradinaj e vetë, jeta gjarë, thot pse ja ke fola ti dhe për pikë qefi. Ka dalë zotërisë e më parët e poplit. Qish për pikë qefi? Ta shkallaj me dalë me thonë këto, kush e shonë këto, mirë po do të me këqyrë historinë pak më heret, me këthy pak shëritin, qka kanë bo këta që i pidhë qujnë kështu? Apo jo? Ridvan. Sepse unë kur e akuzoj dikon, nuk mune me akuzu pa fakte burë. Do të me pas një farloj historie, që kështu më pyet dikush, do të me di me kalzu. Se që po dhu ti, nuk din që kanë vidhë. Jo, dim. Dim që kanë vidhë. Që se dim, e din edhe ti. Që se dim burë. Ku jenë fabrikat e Kosovës? Kush i hongër? Ka është duken? Shkujnë amës? Mund vja marre kur lezoj se komentësh. Sot është 700 vjetë me mjabë zoti Ymer, kur nuk e shoj Albin Kurtin, edhe pse se votoj partinë e tina. Kur nuk e shoj? Ti nuk peshon, po del me mbrojt, si që mbrojt e Ramushin e Thaqin e atyre në atjetërën. Kjo është njësoj, një farloj mënyre sikur me ofendu. Të paktin kështu me ndojene, peshafune, nga kondim. Në ashtë anë e kom gabim, po nuk besoj. Nëse unë e mbroj vetëm Albinin, që ka bo keq edhe e mbroj, atëherë unë nuk jam në regull. Shkujnë amës? Nuk muna me shoh njerën politikisht pëse si jemi të njëjtit mendim. Vetëm në shore fyrë mund jam mëmus me shqit. Ridvan, nuk ka njeri që e shoh me si i partisë. Nuk besoj. Absolutikisht unë nuk besoj. Unë nuk jam me Leoncën, as me PDK-n, as me AK-n, ama unë nuk i shoj pëse që me ta. Mos e pozot. Unë ashtu nuk i shoj, po nuk shoj pëse që me ta, burës ata pëse që me neve. Shka diskutim kje punë, absolutisht. Unë debatoj, i kritikoj, që kanë vjedhë, o burë. E kanë shkatru venin. Ramushi, 8.200 hektarë. To kanë Blacë, Hashim Thaqi, e pruni kufi në Urtibrit. LDK-ja, njëherë hini shpirt bardhë, Abdullah Huti, asë i Hoti, më falni, edhe Ajmonin. Edhe do të më ardhë Albin Kurti, mi këthy këto sene. Ajmonin, edhe kufirin e Ibrit, e që ati ku duhet. Kjo është ajo. Për shambulla. Edhe tjetë, dash me fyra Ramushin, Hashimin, Kadrin, Fatmirin, mos jef qëtë votën është fyrje. Apo të me shoh, po jo me shoh publikisht. Deri sot nuk më ka bo vaki, edhe nuk toleraj as vetën, as familjarët e mi me shoh dikan për arsye politike. Për shka pja shoh njerin nanën, apo pja ofendon fëmin, apo grun, pse nuk është njëjtin vi me ty mendimit politik. Ja, këtu, plotësisht pajtona me ty, këtu s'kam asnjë fjalë. Respekt. Kjo vështë të në ndodhë. Amo, inderum, une se kom një hala kryeministrin ka merret me gratë e kryetarët partisë. Kretë kryetarët e partisë, e deputetët e partive tjera, jenë marrë me gru tina edhe me qik tina. Kjo s'është ndershme.
s'është ndeshme. Po këtë unë besoj kështu. Nëse unë jam deputet, unë punoj. Nëse unë jam kryeministër, jo gruaja jam. As shika jam, as gjallë jam. Ata s'kan faj kur gjë. Shkona me që? Kjo është të tërshme zendo, po të flasë për gjithë militantë të partive. Është të tërshme dhe ka në rohë këtu, që me të vërtetë, ku më thonë shumë herë në për gjitha intervistat, Kosovë nuk është shëj për asë një shmim tjetës. Ka në rohë këtu fyre, këtu share, mujtë e fundit që i peshat dojnë më më dëtëru me lëshu Kosovën. Një vend që kom dasht... Këtu e ki shumë gabim. Ti nuk mund me lëshu Kosovë me thonë pëse shonë 4-5 vetë, 10 vetë o 100 vetë. Nuk unë tasha për të madhe. Amo, për më nalë, unë e besoj. Për më nalë të fyrje, do të më nalë kryetarët e partive. Ta akës, mas pari, këtë dhe kësë, për dhe kësë. Jo, akës, për dhe kësë, ta në këtë dhe kësë. Dhe i Saramush Haradinj delë rregullisht, edhe prom tha prap, gazetari e pyti, Kneti Navaz, Albin Serbia, i Serbis, ky i punon për Serbi. Ky është regretun burg, Serbis, ky kështu. I nderuam, thash pak më herët, çka të mjedh shkor, kjo është për keqardhje. Vetëm Kosovë ndodhin këto sene. Në Evropë, unë nuk kom një. As Skandinavi, unë ku jetoj, unë nuk kom një që bojnë kësi ofendimes kryetarët e partive. I thënë ke vjedh, po, i thënë ke bojnë kështot, po. Po më marrë me gruët tyne, edhe me ofenduë, që shë ofendojnë të na, kjo është absurde. A më thëna shqiptarët, është qatë mjë shkuar. Nuk ka mirë, po që umet. Ramushi dhe shumë mirë, kur e din burë, mos mjellë. Mos ofendo se s'ofendo kërkosh. Të paktën nuk të besoj. Mujtë kum jetu edhe pa bukë edhe pa ujë, edhe pas luftës, kum hek. Prapse kum shku Kosovën, se kum pas ofertën gjithë botën me shku me punu për shkak të profesionit mirë që e kam. Jo kum thonë gjithëve që du mi shërby vendit të më popullit të më. Po tash ma kanë pru shpirtin në fit në këtu përqarje kur pisha, se mu personalisht më kanë bosi gjë. Kur pisha me zvejtë të shatë, me të vërtet vesh kur një. A mu nderum, Ridvan, po ta bëj një pyetje burr. Ty shumë pas kanë prek, si ton tjerë, jo veç ti, po ton tjerë na prekën këto fimi, këto ofendime. A pe dim pse kanë ardhur? Ka binën këto. Ti e din që por Ramush Haradinjin këtë Kosova kur u kom burg, kena dhonë për me ndjerë. Pe burgë. Me pagu avokatin, me pagu argjimin, me pagu krejt. Ashtë të vërtet ajo, këtë popullit. Sepse ka ndasht. Mi po kur vjen ti, tani, edhe hyp, që së të në fjallë pëllore në kali, a tani i shkel popullin, të lutë. Ti po folë shumë mirë, shumë real, në pajtona me ty. Por ajo në tjerë, që ashtu që ti po i mbronë. Kjo është pyetja. Një ditë jafshuj në statun se do kështë lëshova Kosovë. Dëgjam sot për mos gjetë deputet, ose për me marë vota shumë, dush me shallë me fy. Ja, dush me kondikush. këtu s'pajtona me ty ndëm. Absolut. Unë se kom një hala, kryeministrin ka ofendon, ka fyn. Sigur ta tjertë. Shkojna me që? Unë i kom po të deklaratës skandaloze, edhe qëllimtare dhe zullumqare atëherë. Aha, ti pëqyrë që veç të Albin Kurtit. Po ti di shumë mirë, nderuam që jo ndonë sene që i ka ndodhë. Jo ndonë sene që i ka ndodhë. Jo që i di une, po i di këtë bota, që në televizori po japë gjitha. Rrisa sociale, arkivat. Se ka thonë për qefi,
Ka pas diçka. Shumë logjikshme. Bon, se ti i ke qytë të gjithë çlirimtarët zullumçar. Çfarë zullumit kanë bën? Ja. Mos e merr nga zemra i nderuam, se nuk është ashtu. Mos e merr nga zemra se s'është ashtu. E din ata kush ka bo keq, kush ka bo mirë. Po flasën për mas lufte, si politikana. S'po flasën për luftë. Gjithmonë, unë flas si politikan. Ushtria është e shtrejt, OQK është e shtrejt, aty s'ka më përzi jone, po njeri gjazë të takon më përzi. Po flasëm si politikana. Po zullum. Nëse të nëtoni me fitu vota, të i shohet, të i fy tjertë. Grani. Me shfundin, besoj, inshallah nuk është ashtu që shpo menojnë mi orë fundi këtyne. Fundi ko marrë në këtë Kosovë, që shpo analizoj me trazira dhe lavrasi. Ja. Nuk kam lavrasi për politikana. Ja, mos e dramatizoni, mos e traumatizo ashtu, se nuk është ashtu. Njerë, këta që janë me profila false, këta që janë kështu, këta shajnë se veç ka dikush që për i nati shonë. Dhe ka shumë asi. Ja, me qëfar lavrasja, ja është, këtu janë veç për, ta shumë s'po dhja ke konkuru për deputet ajo. Amo nëse ke konkuru, më falni, për deputet, unë e përvi që po kërkon vot. Amo në këtë aspekt ti po kërkon vot duke manipulu pa ka shumë për vot. Sepse janë do sene që u dush mi po ma në fillim, mas pare të i njës pera mushit. Të i marrë me kryeministin, të i që argati Serbis, argati Rusis, gruaja jote e shkin, gruaja jote punon për Serbi. Kjo është të merë i botës. Të merë i botës. Tjetëri për të kështu të ngrej zhak, me zvarë, konë kryeministrin. Pse si ngreshin zvarë Radojqiqin? Pse si thë që të Radojqiqit ashtu? Mishë të dashër, Zotë i rujt, natën e mirë, mire pashëve të radhës. Edhe ty, Ridvan, përshëndes bablëk, po realiteti është kë, si mas menimit tem, gjithmonë. Natën e mirë e bofshe, je përshëndes, ku do që jeni shqiptari.